Në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës nuk është evidentuar asnjë rast i fruthit. Lajmin e konfirmon mjekja pediatre Manjola Shpori, e cila thekson se situata është e qetë dhe nën kontroll. Megjithatë, mjekja Shpori u bën apel prindërve që të mos neglizhojnë vaksinimin e fëmijëve, duke cilësuar atë si mënyrën më të sigurt për parandalimin e sëmundjeve infektive. Në Shkodër për momentin nuk kena asnjë rast me fruth. Nuk është evidentuar dhe nuk kena pas klinika të ngjashme me fruthin. Gjithsesi, apeli për fruthin dhe alerti për fruthin është gjithmonë i kuq tek ne, që do të thotë që vaksinimin duhet ta bajnë të gjithë fëmijët. Vaksina kundër fruthit shpëton jetën e këtyre fëmijëve. Pasi komplikacionet e fruthit dihen dhe jo gjithmonë munden me ja dalë në këtë raste. Prandaj apeli im është bëni vaksinën e fruthit sipas kalendarit të rregullt. Dhe jo vetëm vaksinën e fruthit, por gjitha vaksinat e tjera për mbrojtjen e fëmijëve. Nga ana tjetër, stafi mjekësor këshillon prindërit që të tregojnë të kujdesshëm ndaj shenjave të para të sëmundjeve dhe të drejtohen menjëherë pranë mjekut në rast shqetësimesh. Atëherë, apeli për prindërit është që jo në momentin e parë të vizitës duhet vinë direkte në spital. Pasi munden me rreziku me shtu orët e pritjes në spital, dhe njëkohësisht munden me pas edhe problemin e mbarrjes së një infeksioni tjetër. Pra, duhet përpiqen që një temperaturë ta menaxhojnë vetë në rast se kur gjendja e përgjithshme e fëmijës është e mirë, nuk ka lodhje shumë të shprehur, nuk ka vështirësi në frymëmarrje, ose reagon dhe orientohet mirë, është fëmijë që merr nga goja, tentojnë të kalojnë 2-3 ditën e parë në shtëpi me antipiretik dhe lëngje. Autoritetet shëndetësore sigurojnë se po ndjekin nga afër situatën dhe bëjnë thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë për ruajtjen e shëndetit të fëmijëve.